Vazhdimi me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerek Sylmeta. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, këto janë lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Ndërtimi i xhamisë po politizohet, BIK nuk pranon ndryshimin e projektit. Lajmërohet ekzamineri i rishfetit, i mohon akuzat, thot se nuk ka kërkuar para. Ikja nga tatimi, pak qiradhënës në Kosovë paguajnë taksat. Braktisja e fëmijëve shënohet rënje në krahasim me vitet paraprake. Ndërtimi i xhamisë së madhe në kryeqytet këto ditë ka prodhuar debate të shumta nga shoqëria civile dhe komuniteti fetar. Mirë po, kjo çështje pritet të jetë temë debati të paktën edhe për një kohë të gjatë. Kjo pasi që asnjë nga palët që kanë ngritur dilemat e tyre rreth kësaj xhamie nuk po heqin dorë nga qëndrimet e tyre. Debati i krijuar rreth ndërtimit të xhamisë qendrore në lokacionin e Dardanisë në Prishtinë është krye këpucë debat politik dhe si till mendohet se do të vazhdojë edhe për një kohë. Kjo pasi që asnjë nga palët që kanë ngritur dilemat rreth ndërtimit nuk po heq dorë nga qëndrimet e veta. Zëdhënësi i BIK-ut Ahmet Sadreu tha se iniciativa nga shoqëria civile ka tendencë ta politizojë çështjen e ndërtimit të xhamisë së madhe, por se gjasat për ndryshim të projektit janë më së minimale. Mundësitë e ndryshimit të këtij projekti janë, mos me thanë, zero, po janë shumë minimale. Që do thotë se ne kemi pas një zhvillim të një procedure, një procesi që ka kalu në për fazat të ndryshme dhe ka ardhur deri te përfundimi apo përzgjedhja e tij. Iniciatori kryesor i nismës për ndryshimin e arkitekturës së xhamisë së madhe Yll Rugova shpreh se objektet duhet të përmbushin disa kritere, të cilat definohen në planin e asaj lagjeje dhe në asnjë formë nuk janë kundër ndërtimit të xhamisë qendrore. Nuk jemi fare kundër ndërtimit të xhamisë, madje jemi shumë për që të ndërtohet aty një xhami për komunitetin islamik të Kosovës, sepse Bashkia Islame e Kosovës dhe gjithë besimtarët musliman kanë nevojë për një xhami qendrore në qendër të Prishtinës, njësoj si të krishterët që e kanë katedralin apo objekte tjera fetare. Gjithsesi jemi për një xhami qendrore në Prishtinë, por duhet të përmbahemi me planin rregullues të lagjes Dardanisë. Kurse doktori i shkencave islame, Mustafa Bajrami, nuk e konsideron të gabueshme formën e cila është përzgjedhur për të ndërtuar nga ana BIK-ut. Arkitektura islame e periudhës së shtetit Osman konsiderohet ndër periudhat më të ndryshme të historisë së artit islam. Si i tillë dhe si e tillë kjo formë e kësaj xhamie të madhe në Kosovë, mendoj se do të ishte e pranueshme dhe do të ishte formati më i mirë i mundshëm për të përfaqësuar një periudhë të caktuar të artit islam. Themeli për ndërtimin e xhamisë qendrore në Prishtinë ishte vënë me pompozitet në vitin 2012 nga krerët e atërshëm të institucioneve kryesore të Kosovës, presidenti Atifete Jajaga, kryeministri Hashim Thaçi, kryeparlamentari Jakub Krasniqi dhe kryetari i Prishtinës Isa Mustafa. Ndërsa dje presidenti Thaçi ka aranjuar takim me krerët e BIK-ut, por që këta të fundit i kanë konfirmuar televizionit se takimi ishte anuluar nga zyra e presidencës. Pas raportimit të Tribuna Channel për një rast të rishfetit gjatë testimit për patent shofer, personi i akuzuar ka vendosur të deklarohet publikisht. Afrim Vata ka vendosur të mos fshihet më sepse sipas tij ai nuk ka kërkuar rishfet nga askush dhe se posedon edhe dëshmitar në lidhje me këtë. Ndërsa kryetari i autoshkollave për rajonin e Prishtinës, Afrim Islami, i cili edhe ka akuzuar Vatën, thot se ky fundit është një person me të cilin ka problem çdo ekzaminer. Afrim Islami, ekzamineri që u akuzua publikisht se kërkoi rishfet, ka vendosur të mos fshihet më.
Vata, ekzamineri për të cilin ditë më parë Tribuna Channel njoftoi se kishte kërkuar rishfet nga kandidati Valzon Islami, pasi që kishte përfunduar testimin praktik të tij për patent shofer, ka mohuar çdo akuzë në lidhje me ankesën e Islamit. Unë nuk kum kërku shifët e nëpërmjet videoinqizimit. Nuk i kum kërku. Jashtë janë edhe dëshmitarë të cilët janë ukularë, të cilët kanë qenë kur është hapur dera. Janë autoshkollat të cilat i kum pas, unë që i kum tithu kandidatin e 10, ka qenë pranishëm i në konë aty, e kanë dëgju për ato. Unë nuk kum mujtë me plëtsu raportin për arsye se ai ma të rjekje raportin. Unë i kum shu vetëm 4 gabime këtu. Ndaj Vatës tashmë është iniciuar procedurë për pezullim të licencës për shkak të plotësimit të gabuar të raportit të vozitjes. Mirë po në lidhje me plotësimin e gabuar të këtij raporti, ai thotë se përderisa ka qenë duke plotësuar raportin, është kërcënuar nga Afrimi Islami, pronari i autoshkollës Abis, i cili po ashtu është edhe kryetari i shoqatës së autoshkollave për rajonin e Prishtinës. Sipas Vatës, nuk është vetëm rasti i tij si ekzaminer që Afrimi Islami ka kërcënuar. Nëse unë jam ai i cili kum kërkuar rishfet, mosat përgjigjen penalisht. Nëse unë nuk këmë kërkoj nga ona hetusies që të merë masa ndaj shantazhimeve, se ky përse në fjalë, jo vetëm mu që më ka shantazhu, po ka shantazhu edhe shumë ekzaminera tjerë. Shifët edhe nëpërmjet emisionit juj me deklaratat të cilat i ka dhënë 30.000-50.000 euro. Afrimi Islami në emisionin Eurotribuna kishte hedhur akuzat të rënda ndaj ekzaminerëve me faktin se ata për të arritur në pozicionet që kanë, kishin paguar deri në 50.000 euro. Mirë po, sipas Afrim Vatës, është shumë absurde dhe se askush nuk do të investonte 50.000 euro duke qenë të rrezikuar që të ndërpritet kontrata, sepse ata janë të punësuar me kontratë marrëveshje e cila është me punë të veçantë. Pak qiradhënës në Kosovë paguajnë tatim. Këtë vit deri më tani në buxhetin e shtetit janë inkasuar rreth 10.000 euro, e në 2 vitet e fundit ka rënë numri atyre që paguajnë tatim për qiradhënje. Studentët që banojnë me qira ankohen për kushtet që ju ofrohen, por nuk janë në dieni nëse qiradhënësit e tyre paguajnë tatim. Qindra mira persona paguajnë qira për banimin e tyre në Kosovë, e qiradhënësit edhe pse kanë obligim, shumë prej tyre nuk paguajnë tatim. Administrata tatimore e Kosovës tregon sa persona paguajnë tatim. Numri më i madh i qiradhënësve të deklaruar prej vitit 2011 ka qenë në vitin 2015 me 3.772 tatim pagues të deklaruar për dallim prej vitit 2017, ku vetëm 1.072 tatim pagues janë të deklaruar. Ndërsa, sa i përket atyre të cilët janë të deklaruar dhe paguajnë, numri më i madh ka qenë gjatë vitit 2014. Deri më tani, për këtë 6 mujorsh, janë 312 tatim pagues të deklaruar dhe të cilët paguajnë tatim. Por, studentat as që janë të informuar nëse qiradhënësit e tyre paguajnë tatim. Thonë se kushtet nuk janë të mira për çmimin që paguajnë. Po unë vetë jam student i ekonomisë i vitit parë, edhe sa më ka ra, edhe që kam jetu edhe vetë në banesë dhe më dhënë me qira, për kushtet që i ofrojnë, çmimet janë pak t'nolta. Me të tregu drejtën, s'm ka shku në men me i pyet në herë kur dhe i sot, veç nuk besoj që e bojnë atë sen, nuk besoj që e paguajnë. Ka dhe nga ata që konsiderojnë se nuk duhet blen një banesë kur dihen obligimet tatimore. Deklarimin jam i bindur, dhe që ashtu që shpisho gjonat, 80% nuk e kanë të lajmërune, deklarune. Se te vetëm këshyri, kur të shkojnë këta që vinë mërgrimtarët, ato këtë banesat që janë të fatë. Edhe nuk janë deklarune. Pa morë parasysh, edhe në që se jetonë, duhet tatimi më pagu. Po dhe deklarimi se 28% unë ku jetoj, 28% që ato tarë në 250 euro, 28% i shkojnë shtetit. Nga tatim pagues të deklaruar këtë vet, deri më tani pagesat e bëra kanë arritur në 98.284 euro. Komuna e Vushtrisë, që nga janari vitit 2016 deri me 31 dhjetor 2016,
I ka paguar qiran familjes 8 antarëshe të Gani Bunjakut nga Vushtria, por që kontrata e bërë në mes komunës Vushtris dhe pronarit të banesës Lumni Zhegrova ka mbaruar në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Zhegrova thot se nuk e di pse nuk i është vazhduar pagesa e qiras. Familjes Zhegrova është paguar qiraja shtëpis për një vit rresht nga komune Vushtris. Muaji i fundit ku komuna i ka paguar kësaj familje qiran është muaji dhjetori vitit të kaluar. Lumni Zhegrova, krye familjar, është shprehur i habitur nga vendimi i komunës, që më kësaj shtëpie të mos u paguaj qiran. E arsye për ndërprerje të pagesës nuk ka dhënë as komuna e Vushtris. Zhegrova shtoi se nëse nuk i bëhet një zgjidhje, atëherë do të mendoj largimin nga Kosova. Unë veç me lëshu Kosovën krejt. Edhe kom vendos, nëse nuk kom bëzgjidhje komuna, unë s'kaj me lyp më kërkun. Ja kom e mo një shatar me qitën troll të amin, ja kom unis për Shqipni me lyp azil. Se në Kosovë të më Vushtris më ka me lëven. Edhe familjes 4 antarëshe të Merita Behramit, komuna e Vushtris i ka paguar qiran për 6 vite më radhë, ku kontrata e fundit u ka skaduar më 31 dhjetor të vitit të kaluar. Edhe kjo familje është njoftuar me vendimin për shkëputjen e kontratës, por që nuk kanë marrë arsye sepse ka ndodhur kjo shkëputje. Banesim që 6 vjet, komuna ka pagu rregullisht, prej notës vitit 3 kontrata ka skadu, mo s'ka pagu hiç sen kërgjë. Qysh i ka leju pronari banesës me vazhdu me qëndru këta? Pronari me vetë dëshirë në kalon, dhe të bojna një zgjidhje diçka, po kërgjë s'kena mujt me bo. Atër pëse s'keni gjenë do një në banesë? Kena lyp shumë, çdo ditë, unë dalë me fëmi lypi, po s'ka sen. Edhe kur po kallëdojmë që jena me komunë diçka, s'po të merë kërkosh në dorë hiç sen. Mas Bajrami, çdo ditë pronari vjen këtu me dalë, para 2 ditë i ka pru policinë mrena, unë dhe i turan me ngjas, edhe sot ka thonë, sa ne të mos t'i gjoj këto. Kurse zëdhënësi si komunës së Vushtris, Shemsedin Preteni, ka thënë se kontrata është shkëputur me kërkesë të pronarit. Preteni thot se kanë kërkuar nga këto 2 familje që të gjejnë shtëpi apo banesë tjetër në vlerë prej 100 euro qiran në muaj. Flasim pak për procesin e krijimit të institucioneve në vend. Një qeveri gjithë përfshirëse po propozohet nga disa parti. Disa po pajtohen e disa të tjera kundërshtojnë të jenë një grup me secilin subjekt. Analistët vlerësojnë se qeveria gjithë përfshirëse nuk mund të bëhet, ndërsa seanca konstituive pritet të mbahet në fund të këtij muaji. Një qeveri gjithë përfshirëse është propozimi që përmendet si nga AK ashtu dhe nga AKR. Kjo e fundit madje propozon të jetë me mandat një vjeçar, e ndryshe nga AK-ja. AKR dëshiron që PDK-ja të shkojnë në opozit. Sekretari i AKR-s Vesel Makolli shpjegon në detaje atë që kanë menduar. AKR-ja se përgjithësi e shoqëm interesin e shtetit. Me rëndësi është më bëjë institucionet. Presidenti Pasolli ka thonë nuk është me rëndësi kush nominohet për kryeministër, me rëndësi oja me pas një konsenzus, është me rëndësi PDK-ja ishdash vetë me shkua dhe vetë ishdash me shprej dëshirën me shku në pozitin nevojitet PDK-s në pozitat besari që nevojitet pozitat PDK-s. Makolli thotë se është e rëndësishme interesi vendit, krijimi i institucioneve dhe një person konsensual në krye të vendit. Mo gjinë një njeri cili kishte me pas një konsensus më të gjanë, kështu që ne ti qojmë gjanat për para, të arrim të edhe obligimet që i kemë ndërkombëtare edhe ndaj partnerëve tonë ndërkombëtar, edhe ju e dini që ne jemi në gjendje të vështirë ekonomike, këtë është duke stagnuar. Por analisti Fadile Paja nuk është i të njëjtës ide, sa i përket qeverisë gjithë përfshirëse, vlerëson se kjo është e pamundur. Nuk mendoj se është realizueshme një qeveri ku do të përfshihen të gjitha partitë politike, sepse kjo është beson në fakt edhe deklarimin e popullit se në këto votime. Në fakt ishte aty fjalë edhe për dëshirën e shtetarëve të ketë ndryshime, e cila në një farë forme i amniston të gjithë ata të cilët nuk duan të respektojnë këto vijat kuqe dhe duan të veprojnë si individ, si deputet, ashtu edhe si e kanë mandatin, do të thotë bazë ndërgjegjës edhe vullnetit vetë.
por të gjithë kërkojnë që qeveria të formohet sa më shpejt. Seanca konstitutive pritet të mbahet në fund të këtij muaji e deri më 8 gusht presidenti Hashim Thaçi ka kohë që fituesi t'i jap mandatarin. Ndërkohë, partitë politike në Kosovë vazhdojnë të jenë pothuajse krejtësisht jo transparente në publikimin e financave dhe shpenzimeve, me fokus të veçantë në shpenzimet për fushatën zgjedhore të 11 qershorit. Në publikimin e raportit për këto shpenzime të bërë nga Demokracia Plus, u kritikuan partitë për këtë mos transparencë, duke thënë se kjo dëmton demokracinë politike. Mos transparenca e financimit dhe shpenzimeve në fushata zgjedhore të partive politike vazhdon të mbetet shqetësuese. Subjektet politike ende po i mbajnë të fshehura raportet të shpenzimeve për fushatat zgjedhore dhe burimet e financimit, gjë që po e dëmton demokracinë. Kështu tha sot në tryezën me temë transparenca në shpenzimet e fushatës nga subjektet politike. We are all familiar here with the legal legislative. Ne duhet të respektojmë ligjin dhe duam të shohim që partitë politike t'i pranojnë dhe t'i zbatojnë rregullat nga ana tyre. Shembull, rregullatori ta bëj punën e vet gjithashtu, kur është fjala te rolet që të gjithë i kanë në kornizën legjislative. Është me rëndësi të theksohet se rregullatori të ketë mandat të qartë dhe kapacitete të qarta. Are likely to be ignored. Edhe vetë përfaqësuesit e partive politike u pajtuan që duhet të ketë transparencë në publikimin e raporteve të shpenzimit dhe të financimit. PDK është në përgatitje të këtij raporti, i cili në vete do të përmbajë të gjitha shpenzimet tona gjatë fushatës së zgjedhjeve nacionale të 11 qershorit. Ndërsa Ilir Casaj nga vetvendosja tha se që nga bërja vetvendosje subjekt parlamentar është kujdesur që financat e subjektit i trajtojë si financa publike. Do mendoj që organizatat qeveritare kanë çka dhe do duhej të merren kryesisht me financimin jo formal të subjekteve politike, sidomos gjatë fushatave zgjedhore. Mirëpo përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë quajtur shqetësues mungesën e transparencës së subjekteve politike në publikimin e financave dhe shpenzimeve në fushatat zgjedhore. Ka pas një presion vazhdueshëm thirrje edhe përmes media dhe përmes takime me parti politike që të publikohen raportet dhe nuk jam përfil asnjë prej këtyre kërkesave tona. Në bazë të ligjit për zgjedhjet, subjektet politike kanë 45 ditë në dispozicion për ta dërguar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve raportin me të gjitha shpenzimet e bëra në zgjedhje. Me i publiku të audit. Të gjitha kushtet ligjore të gjykatës speciale janë përmbushur dhe në çdo kohë priten aktakuzat e para të dhomave të specializuara. Kështu pohon avokati Azdren Bytyqi, sipas tij nuk ka asnjë pengesë ligjore që nesër pas nesër ose pas një muaji të ndodhin aktakuzat e para. Këto komente Bytyqi i bëri në emisionin Fakt Plus në Tribuna Channel, përderisa folje dhe për mbrojtjen e dëshmitarëve gjatë gjykimit në speciale. Sipas avokatit, dëshmitarët e speciales do të kenë mbrojtje të plotë. Institucioni i zyrës prokurorit të specializuar dhe me policinë e saj do të ketë kompetenca, do të sigurojnë atë mënyrë sa që dëshmitarët do të kenë mbrojtje të plotë dhe në bazë të gjitha gjasave do të jenë jashtë vendit, tha Bytyqi. A i shtoj se dëshmia atyre mund të bëhet edhe pa prezencën fizike me anë të mjeteve të sofistikuara teknologjike. Sipas Bytyqit, edhe familjarët e dëshmitarëve do të jenë të mbrojtur. Po ashtu në kuadër saj do të jetë edhe zyra e prokurorit specializuar, i cili Ndërojmë temë të informacionit. Përkundër sfidave dhe vështirësive evidente në shërbimin e kardiologjisë invazive të qendrës klinike universitare të Kosovës, në 6 mujorin e parë të këtij viti janë kryer 610 koronarografi, 450 stentime dhe 300 balonime. Kjo punë është kryer nga 7 specialistë të kardiologjisë invazive dhe 5 infermierë. Përderisa nga statistikat e publikuara vërehet shtim i dukshëm i vëllimit të punës për shkak se nga muaji i shkurt pas rregullimit të aparatit, ky shërbim ka filluar të punojë 12 orë. Nga parallogaritja shërbimeve rezulton se janë kursyer rreth 2 milion euro nga buxheti për referim të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. $58 përfitues të vendeve të punës në Gjermani nga Agjensioni për krahjes së punësimit pritet të fillojnë punën në këtë shtet nga shtatori i këtij viti.
Përfituesit që të gjithë janë studentë të mjekësisë i kanë thënë televizionit se kanë zgjedhur Gjermaninë pikërisht për arsye se tregu kosovar nuk po ofron asgjë për ta. Adelina Beha, shkolluar në agjencione për krahjes së punësimit për 10 muaj rresht duke përfituar kështu mundësinë e punësimit në Gjermani. Ajo thot se arsyeja e cila e ka nxitur të shkollohet për të punuar në Gjermani është fakti se Kosova nuk po i ofron mundësi punësimit të rinjve dhe konkurrenca e madhe në Universitetin e Prishtinës e kanë shtyrë atë që të ardhmen e saj ta orientojë jashtë Kosovës. Një prej arsyeve kryesore pse kem vendosur për më apliku për një shkollim daftësim profesional në Gjermani ka qenë domethënë fakti që Kosova nuk po ofron mundësi punësimi për të rinjt, si dhe mundësia për pranim në Universitetin e Prishtinës, duke marrë parasysh që konkurrenca është mjaft e madhe. Të njëjtin vendim e ka marrur edhe Aferdita Hasana, një përfituese tjetër nga ky agjencion. Ajo thot se pagesa shumë e vogël që ofron tregu i Kosovës e ka shtyrë atë që të shkojë në Gjermani. Duke marrë parasysh që vendi jonë nuk na jep shumë mundësi për punë edhe për shkolla, atëherë ko marrë vendim që është një ide shumë e mirë që me shku në Gjermani dhe me vazhdo atje studimin, po ashtu edhe punësimin. E për mundësitë e punësimit jashtë Kosovës ka folur edhe Bedri Gjafa, udhëheqësi i agjencionit, i cili shprehur i lumtur pasi ua kanë mundësuar këtyre nxënësve punësimin në Gjermani. E para e ka ofertën për të vazhduar në punësim, por nëse kandidati ka ndonjë strategji tjetër jetësore, me vazhdu studime në Gjermani, me punu dikun tjetër, apo mu këthy në Kosovë, programin nuk e përkufizon. Do të e lën kandidatin të lirë të veproj sipas strategjisë vet jetësore. Agjencionet kanë treguar se në Gjermani gjatë vitit të kaluar kanë shkuar rreth 50.000 shqiptar nga Kosova, shqiptar nga Shqipëria, Bosnjak, Malazes, Serb dhe Maqedonas, të cilët kanë aplikuar për viza punën me garancion. Gjafa në një prezantim të 58 përfituesve të punësimit ka thënë se pritet ta përfaqësojë vendin në mënyrë të denjë. Shikues të nderuar, para se t'ju njohim me rrjedhën e informacioneve të përgatitura për lajmet shëndrore, do t'ju njohim me lajmin e fundit që ka arritur në redaksin ton. Bëhet fjalë për takimin në mes të presidentit të vendit Hashim Thaçi dhe partive politike. Sipas këtij lajmi thuhet se presidenti i vendit ka ftuar partitë politike për takim. Data që pritet të mbahet takimi është në mes këtyre partive është 24 korriku. E ne do të vazhdojmë me të tjera informacione. Zhvillimi i sektorit privat në Kosovë, hapja vendeve të reja të punës dhe tërheqja investitorëve nga jashtë janë pikat synuese të një memorandumi të ri të nënshkruar nga Agjencia për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, KIESA, dhe Agjencionin e Agjensive për Zhvillimin Rajonal Arda. Në nënshkrimin e memorandumit u vlerësua se synimet e projektit janë edhe promovimi i ambientit të bërit biznes në Kosovë. Agjencia për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, KIESA, ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Asociacionin e Agjencive për Zhvillim Rajonal Arda. Kjo sipas tyre u bë me qëllim të zhvillimit të sektorit privat, promovimit të ambientit të bërit biznes, si dhe tërheqjes së investimeve nga jashtë. Drejtori i përgjithshëm i KIESA-s, Besjan Mustafa, tha se ky memorandum ka si qëllim specifik zhvillimin e sektorit privat. Sot do të nënshkruajmë një marrëveshje të bashkëpunimit e cila parashen një sër aktivitetesh bashkëpunuese në mes të këtyre agjencive, me qëllim zhvillimin e sektorit privat, përkrahjen e NVM-ve kosovare, qoftë në aspektin e promovimit të ambientit të bërit biznes në Kosovë, qoftë në ngritjen e kapaciteteve prodhuese dhe eksportuese të këtyre ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, por në përgjithësi edhe në promovimin e vetë kompanive kosovare dhe ambientit të bërit biznes në Kosovë. Ndërsa Mrika Macula, drejtoresh ekzekutive në Arda, tha se kjo marrëveshje parashef fuqizimin e bashkëpunimit mes këtyre dy institucioneve, si dhe promovimin e ambientit për investitorët e huaj potencial. Kjo marrëveshje parashef fuqizimin dhe bashkëpunimin mes këtyre dy institucioneve, e cila fuqizon gjithashtu bashkëpunimin edhe përkrahjen në përmirësimin në nivelin ekonomik, gjithashtu edhe në atë social, po ashtu edhe në mungesë, pasi kemi në mungesë të promovimeve për investime të reja, të jashtme, ashtu që ne do ta përkrahim njëri tjetrin dhe do ta komplementojmë njëri tjetrin me
implementimin e aktiviteteve të ndryshme në rajonin tonë, gjithashtu edhe jashtë, të cilat parashihet. Të dy përfaqësuesit e këtij memorandumi shprehën bindjen se të tilla projekte janë jashtëzakonisht të rëndësishme për shoqërinë, sidomos rininë kosovare, në gjendjen e tillë të shifrave të larta të papunësisë. Operatorët turistik përgjatë vijës bregdetare të Durrësit kërkojnë që Bashkia e Durrësit të lejoj autobusët me pushues nga Kosova të hyjnë në rrugën Pavarësia. Bashkia ka vendosur të mos i lejoj këtë autobus të kalojnë të parkojnë në këtë rrugë me argumentin se krijohet kaos në trafik. Prefekti i Durrësit Emilian Jani ka thënë se është e vërtetë që ka një urdhër ndalimi për autobusët nga Kosova, por ata mund të kalojnë në rrugët dytësore. Kjo mas, sipas Janit, është marrë vetëm për autobusët nga Kosova, pasi ata janë më të shumtë, ndërsa autobusët me turistë nga vende të tjera janë më të paktë në numër. Por sipas operatorëve, ky vendim po dëmton turizmin, pasi pushuesit ndërrojnë destinacion dhe po e braktisin Bregdetin e Durrësit për shkak të kësaj anomalie. Ky vendim i bashkisë është marrë që në hartimin e projektit për rikonstruktimin e rrugës Pavarësia. Në vazhdim, ndjekim lajmet ndërkombëtare, ndërto flitet për gjendjen e tmerrshme nga zjarri në malin e Zi dhe në Kroaci dhe për gjendjen e jashtëzakonshme në Turqi. Zjarret pyjore që përfshin gjatë fundjavës disa pjesë të Bregdetit kroate atij malazes, tani po afrohen rrezikshëm qyteteve të mëdha, duke detyruar disa prej banorëve të braktisin shtëpitë e tyre. Zona të tëra u mbuluan mbrëmjen e së hënës nga një tym i zi i dendur, ndërsa flakët vazhdojnë përhapjen të ushqyera nga errat e forta. Një prej qyteteve më të famshme kroate të kërcënuara prej tyre është ai i Splitit. Mali i Zi ka kërkuar ndihmë ndërkombëtare për të luftuar flakët në zonat afër detit Adriatik, nga të cilat janë detyruar të evakuohen shumë turistë. Zjarri ka nisur si shkak i errave të forta dhe motit të thatë. Shërbimet e emergjencës kanë thënë se errat e forta janë duke penguar zjarrfikësit. Turqia është duke u ballafaquar me përmbytje masive, sidomos Stambolli, e kjo për shkak të rreshjeve të dendura dhe motit të keq që kanë bizotruar ditëve të fundit në vend. Komunikacioni është ndërprerë përkohësisht. Qendra për situata të jashtëzakonshme e Stambollit ka paralajmëruar për këto përmbytje të mundshme dhe prurje ujore. Moti i keq ka ndikuar negativisht në jetën e qytetit në Bosfor dhe shkaktoi vështirësi në komunikacion. Kombet e bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë për fatin e mijëra civilëve të bllokuar në Raqa të Sirisë, midis betejës së vazhdueshme mes forcave demokratike siriane të mbështetura nga SBA-ja dhe Shtetit Islamik. Kushtet brenda qytetit raportohet të jenë teje të tmerrshme, me qasje të kufizuar në ushqim, ujë dhe shërbime themelore për 30.000 deri në 50.000 persona, të cilët mbesin të ngujuar në qytet, ka thënë zyrtari i OKB-s Fahran Haq, transmeton Express. Forcat e udhëhequra nga SBA-ja kanë nisur ofenzivën për ta kapur Raqan më 6 qershor. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ndërsa ju njoftojmë se sonte në orën 20:45 në Tribuna Channel transmetohet emisioni publicistit Qani Mehmeti, i cili ka ndëruar jetë. Duke shprehur ngushëllime familjes dhe gjithë atyre që ka njohur, bëjmë të ditur se emisioni është i fundit që tashmë i ndjeri ka shpalosur jetën e tij. Ju falenderit për vëmendjen, natën e mirë.